Mar Albin, po hyrjes nuk dite. Qysh më është dite me bo qeverin? Ty në herë njerëzia bajshin me 28-29% votave dhe se kishin problem heq. Veç ka ishin e ta ishin. Distë serbe. Sa komuna pidani? Pidojna 7 komuna, 8 komuna, 9 komuna. Që i keni? Hec, vazhdani. Sa pidani Boshnjak? Tash më paskon, më vdin Boshnjak. Sa pidani? Pidojmë alla komunin atje anej Kagora. Po apo, që me një herë e keni? Hajdeni. Sa ministri pidani? 5 ministri. Merrni 5 ministri. Ai tjetri, dilke theke, valla unë i kam një dhe po të 2 edhe po du 4 ministri. Merri 4 ministri. Hajde bani qeverin. Edhe qështu u bajke qeveria me 27-8% votave se kishin problem heqe. Ti me 42% po dën mos me bo qeverin. A peshe qëfar gabime shke bo. Do me thonë, ti ki mujt me bo qeverin mi kriju 200 komuna për shamull. Në tanant, kush dën me bo komunë për veti, e me kriju atë sistem për të cilët kish vujt Kosova masanje 200 vjetë reshte s'kish mujt më këty kur gjë mrapa, po s'ka lidhe me rëndësi mu bo qeveria. Jo, mirë ka vepron. Hajgare tonë është mirë ka vepron se qeveria që ashtu që është bo, nuk do të mu bo. As nuk do të me prit listën serbe shtetetor prej Beogradit më ardhe për me bo atë qeveri. Normal që do të mu vendos do standarde, nuk do të mu bo kryeministër më dikush me 67% votave, as president me zarf, as këto gjana, pasi që duhet të konë proces demokratik, ai që merr vota mas shumë, ai do të mu bo kryeministër, ai do të mu bo president, e nuk duhet mu kriju komuna kujt i teket si teket, po duhet më hyjë në një sistem shtetënor funksional.